Shuna, erdhëm nga spitali, Me kanë fut kot spital. Që na futën kot spital? Për i rehatrice të prishu na futën kot spital. Genardi dhe Sonida janë rikthyer në banesën e tyre pas 3 javësh trajtim në spitalin psikiatrik, ku qëndruan nga data 7 shkurt deri më 27 shkurt. Sipas informacioneve, ata ushtruan pasi Genard Hajdini publikoi pamje të papërshtatshme të motrës së tij. Edhe pse në pamjet e fundit të publikuara në rrjetet sociale, ata shfaqen duke komunikuar me ndjekësit, nga përmbajtja e bisedës, duket se gjendja e tyre nuk është plotësisht e stabilizuar. Megjithatë, mjekët kanë vendosur t'i lënë të lirë pas 3 javësh trajtim. Në videon e shpërdar, 2 të rinjt flasin për probleme të përditshme në banesë, duke përmendur një lavatriçe të prishur si shkak për futje në psikiatri dhe rrjedhje uji, ndërsa shprehen se janë shtruar kot në spital. Biseda përmban deklarata të paqarta dhe të çrregullta, çka ka nxitur reagime dhe shqetësim në rrjet. Pavarësisht kësaj, ata falenderojnë stafin mjekësor të psikiatrisë dhe infektivit për kujdesin e treguar gjatë qëndrimit në spital. Vëlla e motër, më herët, kanë qenë student në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa familja e tyre ka kaluar ngjarje të rënda ndër vite, përfshirë edhe humbjen tragjike të nënës në rrethana të dhunshme në Tiranë gjatë viteve të trazirave. Ngjarjet e fundit kanë rikthyer vëmendjen mbi gjendjen e tyre shëndetësore dhe mbi vendimin e mjekëve për t'i nxjerrë nga spitali pas 21 ditësh trajtim.